Konispoli Porta Jugore e Shqipërisë dhe djepja grumeve shqiptare është shndruar këtë të shtunë në një skenë të madhe festive, ku aroma e mandarinave, ngjyrat e panairit dhe ritmi i kulturës lokale krijuan një atmosferë unike mes traditës dhe turizmit. Festivali Mandarinës, Agrume dhe Diell në Konispol është kthyer tashmë në një nga aktivitetet më karakteristike të rajonit, ndërsa organizohet me mbështetjen e Ministrisë së Turizmit, Kulturës dhe Sportit dhe Bashkisë Konispol, me synim promovimin e agrumeve artizanatit, gastronomisë dhe trashëgimisë kulturore të zonës. Të pranishëm kultivues të mandarinës, autoritetet pushtetit vendor, prefektja e Qarkut të Vlorë Visa Llushi dhe deputetja socialiste Eriona Ismaili. Në fjalën e tij, kryetari i Bashkisë Konispol, Ergest Dule, deklaroi se mandarina është e pastër pa pesticide, shkon në gjithë vendin dhe Europën, ndërsa sipas tij do të mbajë përgjegjësi ligjore kush ka përhapur lajme të rreme e dashakeqëse për mandarinat dhe ekonominë lokale. Nuk është një periudhë e mirë për të bërë fest, do të thonin disa dhe siç e kanë thënë. Dhe unë mirë kuptoj sepse mes tyre jam dhe unë fermer. Por thelbi i aktivitetit, qëllimi dhe objektivat janë që ne ta promovojmë Konispolin, zonën tonë, me atë që ne dimë të bëjmë mirë, atë që kemi trashëguar nga të parët tanë, historinë, kulturën, arkitekturën, pjesën e prodhimit bujqësor që me shumë djesë dhe sakrifica të gjithë ne e bëjmë për ditë, dhe nuk mund të ngelemi vetëm në atë pjesën stigmatike që pse festojnë këta kur punët nuk shkojnë mirë. Prania ime sot këtu është që bashkë me festën të bashkëbisedojmë për problemet që ju keni, me qëllimin e mirë që ato të formulohen në rrugë zyrtare dhe të dërgohen zyrtarisht në institucionet që kanë për detyrë zgjidhjen e tyre. Kështu e ka nisur fjalën e saj përshëndetëse prefektja e Qarkut Visa Llushi. Dielli, dashuria që banorët e Konispolit kanë për jetën dhe për punën, i ka bërë këta banorë të veçantë. Banorët e Konispolit kanë karakteristika të veçanta. E duan punën, e duan tokën, e respektojnë njëri tjetrin dhe lidhjet me njëri tjetrin, por njëkohësisht respektojnë edhe mikun. Ju të dashur fermer, prodhues të produktit më të famshëm në gjithë Shqipërinë, me cilën ju patjetër duhet të krenoheni, mandarinën, duhet jeni krenar për punën tuaj të deri më tanishme, për prodhimet tuaja. E them këtë sepse ashtu sikurse dhe kryetari i bashkisë e përmendi, kjo është një fest. Vërtet po është një fest. Po festat nuk janë thjesht dhe vetëm për të festuar. Festat janë edhe për të reflektuar. Dhe patjetër që ju me prodhimet tuaja dhe problematikat tuaja të kësaj periudhe, sërish duhet të jeni krenar dhe insistues dhe patjetër duhet të keni dhe vëmendjen e qeverisë. Unë jam njohur me këto probleme gjatë gjithë periudhës së përmbytjeve. Në këto 15 ditë ku ky problem ka qenë prezent pothuajse në gjithë Shqipërinë, në gjithë qarkun e Vlorës, për më tepër Konispoli ka pasur edhe ndër të tjera problemin e mandarinave dhe plantacioneve. Kam qenë në Konispol, në plantacione vetë nuk kam shkuar fizikisht në ato ditë, por festa e sotme ka qenë dhe një arsye më tepër që unë pas të përmbarojmë këtu të shkoj për t'i parë nga afër dhe plantacione ku ka ndodhur këto problematika. Në takimet që kemi pasur me Ministrinë përkatëse dhe jo më larg se para 3 ditësh me Ministrin e Mbrojtjes dhe Ministrin e Punëve të Brendshme, krahas një paraqitje dhe një përmbledhje të përgjithshme të dëmeve që përmbytjet shkaktuan në gjithë qarkun e Vlorës dhe konkretisht vetëm për Konispolin, ndër të tjera kam evidentuar me shumë insistim dhe kam bërë më të gjendshëm dhe më problematik pikërisht këtë çështje. Dhe kam kërkuar që të kemi një vjushmëri dhe të hartojmë dhe përpilojmë në mënyrën e duhur se si ta zgjidhim këtë problem për të gjithë ju, sepse nuk është vetëm i juaj, është problemi i gjithëve, për sa kohë Konispoli është numër 1 në Shqipëri për prodhimin e mandarinave. Aktiviteti simbolik ju dha mundësinë pjesëmarrësve të preken nga afër punën, traditën dhe historinë e bujqve konispolat. Ndërsa pjesë e festivalit dhe një panair me produkte artizanale dhe përpunime të agrumeve. Koncerti me këngë dhe valle tradicionale ka krijuar një herët atmosferën e një feste të vërtet popullore. Në mbyllje, u shpall vjelsi më i mirë, një çmim ky simbolik që nderon mjeshtrinë dhe pasionin e punës në plantacione.